Shkolla nënvjeçare Ndremjeta ka festuar 40 vjetorin e themelimit të saj me një aktivitet të veçantë. Përmes këtij aktiviteti u kujtua rrugëtimi 40 vjeçar i shkollës dhe kontributi i saj në edukimin e shumë brezave. Drejtoresha e shkollës Nevila Zhabjaku vlerësoi punën dhe përkushtimin e mësuesve ndër vite, duke theksuar rëndësinë që ka bashkëpunimi mes mësuesve, nxënësve dhe prindërve në arritjet e shkollës. Në këtë vit shkollor, shkolla Ndremjeta feston 40 vjetorin e krijimit të saj. Për ne është jo vetëm 40 vjetori, por edhe diçka shumë e rëndësishme, sepse kena filluar vitin shkollor me ambiente të reja, në një shkollë komplet të rikonstruktuar, një gjë shumë e mrekullueshme, për ne dhe për nxënësit. Ky 40 vjetori na bani me hap ato letrat, me hap historikun dhe kam pa me shumë krenari, kanë dalë shumë mjek, shumë mësues, inxhinier, sportist, artist, domethënë kanë nxjerrë shumë talente të ndryshme. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe ish-mësues tashmë në pension, të cilët ndanë kujtimet e tyre nga vitet e tyre të punës në shkollë. Kam një periudhë shumë gjatë që kam qenë, këmi 20 vjet, kam punuar dhe ka një shkollë e mirë, një qendër e mirë e arsimit për qytetin e Shkodrës, një shembull i mirë i prindve edhe i nxënësve, nuk kena pas probleme të veçanta, edhe trupi pedagogjik ka qenë shembullor. Vazhdimisht ardhur nga këtu përmirësuar, këtu pasuruar. Që me që kam punu këto 8 vjet, më shumë 8 vjet e gjysmë, ndoshta, një kolektiv i mrekullueshëm që shquhet për kushtimin për punë, për përgatitjen e tyre, për disiplinë dhe bashkëpunim të mrekullueshëm. 40 vjetori i shkollës Ndremjeta shënon një moment rëndësishëm në historinë e saj, duke reflektuar për arritjet e deritanishme dhe duke parë me optimizëm drejt së ardhmës së arsimit dhe edukimit të brezave të rinj.